Në politikë kanë si ata që ndëronin, dhe që kur e thonë diçka në fillim, madje të gjithë kanë qeshur me ata. I kanë përbuzur, më pas janë bërë bashkë me ta. Kështu që unë jam kundër logjikës se thot Denisi, sepse ashtu i bie trim me realistët. Ndërkohë që po të marrim logjikën realiste, i bie që në zgjedhjet e ardhshme kandidatë për Bashkinë e Elbasanit do të jetë Sara Mile, se ka marrë 20.000 vota. Kandidat për Bashkinë e Durrësit do të jetë Arkan, se kishte i tjetër, Balla, sepse ka marrë 23.000 vota. Ndërkohë që mund të marrësh, por nuk dihet si i merr. Dhe unë mendoj, unë jam kundër modeleve redi sot që flasim, që janë modele perfekte, por që janë maska. Unë jam me modele genuine. Ma ata që mund të duken të folur në sikur kanë kontradikta, që mund mase kanë edhe emocionalitet, pa ma janë real. Pse? Është një kazus, është një narrativ shumë e bukur, po ndlejosh vetëm 5 fjali, ku tregonte për një korë këngëtarësh që këndon aq bukur sa vinin dhe dëgjonin dhe ëngjë. Dhe thuhet që një ditë aty kalon një mësues muzike dhe i thot atyre që stononi shumë, këndoni shumë keq, unë do ju mësoj, i thot këndoni bukur. Dhe sa më shumë ky mësonte të këndonin, aq më shumë ëngjët që i dëgjonin iknin, ndërsa si dëgjonte mas i ri. Dhe kur kalon rastisht mas disa kohësh një ëngjë, i thonë më përpara ne këndonim keq në dëgjonit. Sot që mësuan këndonim mirë, thot s'vjen asnjëri, e drejtë thaj. Më përpara këndonit keq, por këndonit me shpirt. Sot keni mësuar të këndoni shumë mirë, por këndoni pa shpirt. Dhe ky është problemi i modelit politikanëve, thot Denisi. Çfarë duhet mua një politikan që merr 22.000 vota që është falso? Që duhet të jeti 3 milionë euro në fushat, që duhet të aktivizoj 500 grupe kriminale, që duhet të aktivizoj njerëz që bëjnë santazhe, që duhet të laj listat e borxheve, listat e fajdeve, lloj-lloj njerëzve të ndryshëm që të marrin 20.000 vota. Edhe në fund na shitet ne si model i suksesshëm. Nuk është ky modeli. Ose njëri që ka 20 gazetar që japin për ditë që me mëngjes, ja bëjnë gati. Këtë ka thënë Denisi, këtë ka thënë Marsidi, këtë ka thënë Almeri, këtë ka thënë Redi, kjo është kontradikta. I dim si punojnë pra. Se po ti punon. Rama në fillim. Pse i Rama ishte genuin në fillim kur ka këta bashkie. Mbani mend ditët thoshte fillim i ri. Po, ditët me sopa trukëve. Ku je doktori bimbe? Ja, ajo origjinalitet e solle. Dhe Partia Demokratike ka figura sot që ka, dhe të lista origjinale. Figura që shumë njerëz janë atemojnë. Imagjinoj Rama të dali kandidati pavarur. Edhe Frabira e shina këta, pavarësisht se është. Një sekond, se Rama. Ne futemi te logjika e Ramës. Duhet të jetë si Rama që të kesh sukses. Jo mos zoti se thashë këta bashkie. Jo partinë. Ka për struktura, ta bësh me ndërtime që të bësh si sukses. Jo Marsit, Rama analiza fillon që kur Rama pa PS s'bëj kur ky që ishte. Kështu që mos bënisi aty. Sot po të vi Rama të kandidojë si pavarur, ta shohim me fiton në Bashkinë e Tiranës. Nuk e besoj. Si se beson? Te miti që duhet të jesh Partia Socialiste është një mekanazh dhe makineri. Po patjetër. Po patjetër. Pam 2009 dhe pam 2013, Rama 2013 erdhi në pushtet në koalicion me Ilir Metën. Sepse pati frikë se do kishte ardhur kur e kuptoi që vije i vetëm 2017-ën, erdhi vetëm. Se 2013 Rama s'ka fituar si garmë, ka blerë çdo garmë. 2013 blerë çdo garmë, ka blerë. Për të shkuar tezës. Edhe në 2017-ën PD-s nuk do të interesonte që dikush të fitonte. Ma habiti Marsiti me ato karakteristikat e kandidatit opozitës që fitoi, ishin shumë të rënda ato, prandaj. Jo, ishte për majorancë. Jo, ato që mbështete nga paraja, gjobat e gjërat të senatyre. Mirë, por nuk andaj rrezon tezën opozitës. Falë, Erion Velian kush e ka mbështetur? Si ka fituar votat? Tani si ka fituar votat? Nuk ka rëndësi kjo. Ti themi si ka fituar votat. Tani ti po flet për një kandidat opozitës. Ndërkohë opozita tërë ditën me flamur thot ne ashtu. Ti themi me ato oligarkëve. Ti themi kush e mbështet Erion Velian. Ti themi me ato politikë, mund të jesh steril oburita, se diku do jesh mbështetur. Kjo për të shkuar kësaj një pyetje për lidhje me tezën tënde që Berisha nuk do ta donte fitoren e Bashkisë Tiranës, sepse kjo do ta sfidonte. Po fal, të bëj një pyetje, ku ka fituar PD-ja që nga viti i largët 2011? Do t'i jepte shanse dhe kjo do ishte dekorat pastaj për Berishën për të vazhduar përballjen me Ramën nesër. Po patjetër. Berisha ka dhënë mesazhin e qartë, në 2026 do jetë ai kryetari i Partisë Demokratike. E ke dëgjuar besoj. Dakor, po pse nuk do ta donte Berisha fitoren e Tiranës fjalë? Po sepse nuk ka, edhe një shumë e thjeshtë, kjo Parti Demokratike përveç fitores së dyshimt me shumë pikpyetje të Lulzim Bashës në vitin 2011, që i mori ato votat me Arben Ristanin, që nuk i takonin, nuk ka fitore tjetër. Shiko sa larg jemi, janë 9 vit, nuk e kemi testuar kur këtë model. Po mirë, pa këtë po them, a jemi dakord që kjo është risi, kjo që ka ndodhur? Po risi është. Që është një vendim i fortë i Berishës në kuptimin e delegimit të pushtetit në rastin konkret. Po risi e kalkuluar. Risi e kalkuluar që do çojë në një humbje të Binajt, kaq e thjeshtë është.
Ai e di që nuk është kandidat fitues. Rama e di deri ku shkon Gerda Marceliu, pse Berisha ju kujtoni. Më shkon kundër logjikës se Berisha vendos aty një, le të themi, kandidat humbës. Ore, Berisha e di që edhe ku diun Zoti të vi kandidat nuk fiton në këto kushte që jemi sot. Nuk fitohet më Tirana se janë diferencat mëdha. Nuk fitohet. Velia, njeriu që ka qeverisur Tiranën. Po ta dha pra rezultat. Edhe një herë, se duket sikur duhet me fol 7 herë për të njëjtën gjë. 2025, 11 maj tregoi që pavarësisht problemeve që ka Partia Socialiste me korrupsionin, prap vazhdon të mbetet forcë e parë dhe zgjedhjet lokale nuk janë zgjedhje me balotazh, mjafton të marrësh edhe një vot. Unë nuk po them që PS-ja do ketë 100.000 vota diferencë, por do ketë minimumi, supozojmë nëse do ketë një pjesëmarrje të ulët, mund të ketë diku te 30-40.000 vota diferencë. Kjo do jetë, po prap është fitore. Tani do themi ka rënë PS-ja, po ka rënë se normalisht po të kesh kaq shumë vite në pushtet do biesh, do gryesh nga brenda. Por ajo çfarë është tek kambi tjetër është kjo që po them, që Berisha e ka të kalkuluar që e di, Belim Kylliçi merr kaq vota zotëri. Florian Binaj merr kaq vota. Jorita Tabaku merr kaq vota. Ali Mehmeti merr kaq vota. Dhe në bazë të kësaj pasqyre që ne nuk e kemi, po ai e ka, ai vendos dhe kandidati që mendon i shërben më mirë atij dhe partisë së tij që është prapa ai. Kaq e thjeshtë. Dakor. Almer, një pyetje të fundit lidhje me këtë. Si e vlerëson këtë vendimin e Berishës në kuptimin politik, si e lexon? Se edhe ka një për ta ftuar për humor, se po të fitonte kandidati i PD-s, do binte edhe teza që me Edi Rama nuk fitohet zgjedhjet. Jo, po kjo, nëse do fitonte, po jo, dakor. Një rënje e Tiranës delegitimonte komplet, le të themi, fitoren dhe ose niste hapte një derë për narrativën e Berishës. Po, shumë të madhe. Po si e fitore Tiranë, po ai thot ai e tha para një jave, Tiranë ne kemi zgjedhje, po me ato s'bën zgjedhje, po ne nuk bojkotojmë. Pra ne do humbasim, por nuk bojkotojmë. Kjo ishte përkthimi. Po Redi thot në këtë sens, që nëse opozita merr një rezultat shumë ngusht ose fiton, po kjo do ishte patjetër. Unë madje jo vetëm Tiranë. Kjo është protesta më e bukur mazërore. Dëgjojmë me vëmendje këtë. Është dhe modeli politik. Dëgjojmë me vëmendje këtë që Tirana, jo vetëm Tirana, po edhe Vlora është shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike, për cilën nuk ka fare as skenar as mendje asgjë. Po të marrësh këto dy qytete, ka ardhur pushtet në 2000 kur bien zgjedhjet. Pra, mjafton të kesh dy qytete në Shqipëri. Për që janë të rëndësishme, Tirana dhe Vlora. A paralajmëron ndryshimi që po bën Berisha një, le të themi, ndryshim rrënjësor brenda Partisë Demokratike në kuptimin e figurave, do të afrohen njerëz me profil domethënë të fortë qytetar? Shiko, ti bën shumë mirë që edhe kur ma thua këtë gjë, ma thua me një lloj jep gjës një spiritualiteti aq shumë të dëshiruar të kërkuar nga ne, po këto kërkojnë qytetarë aty. Tenisi sot më zhdur kontradiktor komplet. Pas ke me mua se po. Kupton? Kontradiktor, sepse ndryshe e bën kalkulimin e vet logjik kur është i kandidati i PD-s, ndryshe kur është Flor Binaj. Nuk duhet të zgjatem shumë tek ajo çka tha Denisi, por nisur nga që thua ti. Sot Sali Berishës në këtë gjendje që është, me 1000 arsyetime dhe problematika që ka brenda PD-s, nëse ai e ka caktuar në kokën e vet pasardhësin, asnjë prej individëve nuk intereson të jetë fitues. Nëse Sali Berishës sot e ka ndarë mendjen që do të jetë kërkon të jetë në pushtet, çdo element i vlen, edhe ne i vlejmë. Edhe çdo kënd i vlen atij që të jetë, pra e bën atë kopin e ri. Por a e do Sali Berisha rinovimin e PD-s? Kjo është pyetja pra. Dhe është ky sinjal që PD-ja do shkojë drejt një rinovimi radikal. Unë kuptoj vetëm një gjë. Sot në Tiranë ka 40.000 qytetarë të cilët votuan partitë e kontrolluara, partitë e vogla, të kontrolluara nga Edi Rama, sponsorizuara me Lapaj, me Shaban, me Qorr, të cilët patën një qytetar, këta janë 40.000 qytetarë të ndershëm, naiv. E kupton, të cilët thanë, unë Berishën nuk e votoj, Ramën nuk e votoj, po veglat e tyre për hir të risisë. Kur këta deklarojnë që do votojnë Binaj. Si janë kontrolluar nga Rama? Janë njerëz ka kuptim tani kjo. Po s'kan peshë politike në terren ata, një di shumë mirë. Lapa i sponsorizuar në maksimum nga Soros, i dim.
se si ekranet, si hapishin studiot, mos të hym këtyre Ore gjërave. analate Binaj ta që po flet. Ore lë tjenë valla. Ah, Lë tjenë. okay, Unë nuk e kam me ata, unë po ta them. Flor Binajt, ore ti kupton, dalësh kra lapa i thot fiton pik. Me ato telendisi që i bën ata Ka vetes në vota e verë. mos zotri. Po Ka nuk. 15.000 vota Ore, në Tiranë, ka një sa mo. kalkulimi. Ore 17.000 vota mos zotri. Votat më dëgjoj pak pra. 40.000 vota morën këto partitë që ishin e vogla. Po që ishin të pavërteta reale, ishin të kapura, të kapura, kupton, të kontrolluara. 7.000 vota Nuk është prekin përpara individ. në Në qoftë se Flor Binaj do jetë tipiku që imiton Ramu, të paktën ta imitoj dhe në sjellje, jo thjesht si karakter publik, unë mendoj që do ngrej shumë njerëz në pesh, sepse unë di që ky qytet është i zemëruar. Ky qytet do ndryshimin. I ka ardhur majt hundës me parkimin. I ka ardhur majt hundës vetëm me gjopat që vendos policia bashkiake. Një detaj ka pa unë. Nuk kanë shkolla në lagjet e tëra, nuk ka ujë në lagjet e tëra. Mjafton të ngresh këto teza, ti je i vërtet dhe ka një gjë. Sali Berisha nuk e kontrollon dot masën, turmën, por as kandidatin zgjedhjet lokale. Nuk ka çfarë i bën, sepse është individualist. Dhe individualisti mund të bëjë çdo gjë nëse është i vërtet. Ama nëse Flor Binaj ka hyrë aty si pjesë e një loje i pazarit të vogël, turpi i qoftë mbi të. Por unë po flas për një kandidat kur është i çliruar nga çdo lloj prange pragmatistme që e izolon dhe bllokon atë në të bërë një fushat të vërtet. Unë them që njerëz të vërtetë të këtë vend, Arlind Qorri, pse ngjit? Sepse mendoj njerëz që është i vërtet. Po pra, mjafton që ti të kesh teza të vërteta, të thuash fjalë të vërteta që besohen në publik. Një mashtrues Adriatik Lapa i arriti mori 60.000 vota, do kupton njerëzit çfarë bëhet apo jo. Një sekond, edhe ai që ngjit thua ti, 4% merr. Nuk merr më shumë. Arlindi. Po nuk ka një gjë, Arlindi nuk ka asnjë instrument ekonomik dhe politik. Arlindi sabotohet nga media mo. Arlindi bënte fushat në autobus, me bileta 400 lekë e burr. Ai kishte me shpirt të gjën. Por nga 13.000 shkoi 20.000 për 2 vite. Po pra, u rrit. Nëse Flor Binaj zotri ka atë lloj serioziteti. Jo serioziteti, po të paktën ketë një ndjeshmëri njerëzore që ngjall, vendos empatia, vendos karizma, vendos roli i tij, jo figuranti, jo aktori Flor Binaj, origjinali Flor Binaj, tjetë në garë, unë them ty që qyteti do reagoj. Qytetarët e Tiranës vlla, një pjesë e mirë e tyre, që cilët janë të lidhur me privatsin, me xhepin e tyre që e kanë jashtë portofolit e Tiranës, janë njerëz që votojnë me kokën e tyre. Dhe këta do jenë të shumt. Ktu varet Flor Binaj se si ngrej njerëzit pesh. O do jetë Flor Binaj fake, pra një aktor, që do jetë turp dhe i rëndomt, ose Flor Binaj i vërtet të themu bën ndryshimin. Këtu do të duket, Flor Binaj mund të eklipsojë edhe Sali Berishën. Mund të japi shancin opozitës. Nuk ka shanse. Si? Or tani, nëse Flor Binaj ka bërë një pazar, po. Nuk e di jo, se ka mbyllur një pazar. Nuk e di për pazar. Denisi argumentet nuk është figurë politike. Ore zotri, qyteti po lëngon, qyteti thot mua po më dhëm këtu dhe vjen doktori për t'i dhënë ilaçin, Denisi thot jo, thot do refuzoj ilaçin. Denisi nuk e pranon këtë gjë. Ore që nga lagja e Denisit ka 1.000 problema të komshit e Denisit janë të parat, që mund ta përshafoj. Dakor, po nuk njerëzit nuk janë të paditur se do t'i zgjidhë Flori gjitha këto gjëra. Jo, ke gabim. Unë gjë, e di çfarë nuhasin njerëzit. Shqiptarët janë shumë të zgjuar, shumë të zgjuar. Po të nuhatën që janë pazar nuk të votojnë. Pyeti çfarë thon shqiptarët sot. Berisha Rama janë bashkë. Ta thon në mënyrë. Çfarë thosh? Pse u paragjykua Lulzim Basha më zotëri? Sepse e mendoni një, si të kapur nga Sali Berisha, 2 i kapur nga kunati i tij. Hiqi këto paragjykime, dil me rezultat. Po lëre burr tani. Kjo është komploti më i madh që bëjnë politikanët vetvete. Lidhjet e ngushta. Secila palë ka lëvizjet e veta. Ju mos harroni se aksioni Ramës për prishjen e atyre ku diun metrave kioska që është në funksion të kësaj. E diti të kësaj të votave. Ju e dini që se kryesisht votat se ndërtimit kullave. Ore, ato që bëri Rama atëherë në 2022 ishte çmenduri me u pasi rejsim valla. Dëgjoj ta them në fund. Aksioni është mirëpritur shumë nga shtresa më votuese e PS-s, që është pensionisti, i cili s'ka hallin aty. Do thotë bile sot mirë bëri që ja prishi. Dakor? Pra, socialistët janë disa hapa para. Tani ti më thuaj që Flori nga një mbrëmje, nga një darkë së shtunës, do bëhet njeriu që do rrëzoj gjithë të makineri. Ka ai në dorë. E di sa është makineria e PS-s, e di ti besoj, me emra me gjëra. Cila është makineria e PD-s? Mi thua dot njësia një kë ka përgjegjës. Më intereson mua PD, unë po them PD është ngrehin e shembur, unë po them Flor Binaj si individ. Unë të thash. Ore ti po ta them po e përsëris po bën shumë i bezdisur me masën e qytetarëve refuzues në këtë qytet. Shumë idealiste kjo që thua ti. Nuk është e vërtet mo. Po jo më burr. Po ke gabim. Shikon si Feniks. Është e vërtet mo. Shikon si Feniks. Për të ardhur në pushtet të duan votat e opozitës. Të duash çdo lloj vote. Të madhe. Të duash çdo lloj vote.
shtresat gri. Denis, po që është e paprovuar, është e paprovuar si model. Dakor. Berisha me kopin dhe me këto ka pas sukses. Po jo mos e shiko, Berisha ka pas sukses vetëm me një gjë. Nuk ka pas sukses me pse refuzohet Berisha? Se shihet si e vjetra më burr. Prandaj refuzohet. Vendos një lider të ri aty, ore Lulzim Basha, më i paragjykuari, Kunati. Ore mori 600 ca mijë vota, ai Kunati. Ja e Lulzim Basha, e Gjumash, e gjitha. Njerëzit po ka ardhur këtu më, po thjesht nuk pranojnë dot të vjetra më burri vet. Thuaj më të vërtetën. Një sekond. Ore Flor Bine, po u tall me votën time. E quhen politikan nivelit dobëti? Lulzim Basha ka qenë i paragjykuar gjithkohon, i kërcënuar më. Me Megoni Basha ishte politikan nivelit lart zotëri, që mori aq më shumë vota se çdo marri Partia Demokratike në këto vite në vim. Ja të them Lulzim Basha nuk ishte një politikan që mund ta krahasosh me Florian Binën. Si? Krahasohet Basha më shpar si Gjumash. Do them një detaj. Një miku i politikani PD-s ka qenë në një takim me Juri Kimin. Para zgjedhjeve të 2021-shit ka ndodhur kjo bisedë që po ta them tani në fragment. I ka thënë Juri Kimi Lulzim Bashës në takim grup me kryesin me të ngushtit e Lulzim Bashës. Nëse ti fitoni, ka thënë, kjo nuk do shihet si fitoria jote e parë, por mandati i tretë i Ilir Metës dhe Sali Berishës. E kupton ku ka qenë në çfarë qethull i ka qenë mbyllur Lulzim Basha i paragjykuar gjithkohon? Nëse Flor Binaj largon të gjithë këto hije që qëndrojnë vërdall që njerëzit e popullit nuk i pranon, Flor Binaj mund të jetë njeriu që mund të cillë ndryshimin. Zotri, unë nuk di sa i vërtet është ai një djali. Po ti i vërtet? Për qenë i vërtet mos e nuk. Sepse futesh në garë për të lënë ndeshjen më burr, siç e lën tjerë tani drejtëtar. Po nuk po i kërkojmë luftë o zotri. Ai është kandidati i Partisë Demokratike. Nuk ka humbur këto zgjedhje. La zgjedhjet i shiti. Se po të luftoj, nuk është kjo PD-ja vërtet, mos e njoh PD. Të lutem, një sekond. Nëse do ishte Ermal Asimja do thoshim më cop do ishte. Nuk frymëzon Ermal Asimja se shikon politolog. Ta çoj. Ore politikani do të ngrej peshat, do të ngrej njerëz. Ermal Asimja diku tjetër. Florian Binaj është kandidat nuk është partijak sigurisht. Por është kandidati i Partisë Demokratike, ka propozuar Partia Demokratike. Po ku e di mor Denis se do të jam nisë me pavarur tani si e pavarur. Ti sigurisht je brendësit bisedave që kanë bërë atë shtunë zotri. Ne mbështesim kandidatin e pavarur Flor Binaj. Jo, ore di edhe një herë mos Kjo është propagandë që bën ti pra, retorik propaganduese. Po nuk është kandidati i PD-s. Po si s'është i PD-s kanë nxjerr PD-ja? Ku bazohesh ti që kanë nxjerr PD-ja? Po edhe Berisha. Ne mbështesim kandidatin e pavarur Flor Binaj tha mor bu. Nuk tha që është kandidati jon, sepse kishte nxjerr një idiot si Klevis Balliuaj atje, po donte valla, mos talinte garën. Edhe një mos nuk ka nevojë të rrim Almert, lutem. Denis, them që e zauruam këtë punë. Jo, prandaj po them që është unë këtu do na thrasësh. Do shohim. Por mua është eksperiment. Në 10 nëntor, se do duken te kutit e para diferenca dhe mbaron kjo histori. Në 10 do bëhen, no? Në 9, në 10 ftoshti, i bie hën, po raftove. Ruaje këtë treshe dhe Po, këtu do jemi. Denis, falenderoj. Faleminderit. Marsit, kënaqësi. Zoti Toska si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë.